cilat janë karakteristikat e Kuranit? Kurani Kerimi ka shumë karakteristika që atë e dallon nga libra tjerë. Po, thotë edhe që kanë karakteristika të përbashkëta me libra tjerë. Padyshim se e para ndër to është libër i zbritur nga ana e Allahu Dhul Xhelal te Muhamedi alayhi salatu wassalam. Kurse libra tjerë, do thotë janë gjithashtu libra të zbritur nga ana e Allahut e secili profet, secili pejgamber që Allahu ja ka zbrit atij librin. Qoftë Tevrati, qoftë Injili, e kështu me radhë. Por nga karakteristikat e Kuranit është libër i zbritur nga Allahu Dhul Xhelal te Muhamedi alayhi salatu wassalam, i cili në vete ngërthen dhe në brendin e tij ka shumë informata edhe për popujt e mëhershëm. Shumë tregime Allahu Dhul Xhelal, po mos të kishte qenë Kurani, neve ato tregime nuk do t'i kishim ditë dhe nuk do t'i kishim mësu që Allahu i ka cek dhe i ka potencu në Kur'anin famëlart. Është sqarim për gjithë shka. është sqarim dhe sqaron, është mëshirë gjithashtu për njerëzimin e në veçanti për besimtarët, ku thot Allahu Azza wa Jall, "Unazzalna alayka al-kitaba tibyanan li kulli shay." Ty o Muhammed, neve ta kemi zbrit Kur'anin, sqarim për gjithë shka, udhëzim, udhërrëfyes, mëshirë, wa bushra lil muslimin, gjithashtu është myshdë për besimtarët. Edhe neve duhet të jemi falënderues edhe mirënjohës për këtë që Allahu na e ka dhënë, edhe Allahu na ka zgjedhë dhe na ka veçuar nga ummetet dhe popujt tjerë. Tjetra është se në namaz duhet të lexojmë Kur'an, padyshim. A lejohet që në namaz të lexojmë diçka tjetër? Absolut. Nuk lejohet. Nga karakteristikat e Kur'anit është se atë e lexon në namaz, edhe kërkohet lypet. Tjetra është se nëse lexon Kur'an të shkruhet ibadet, adhurim në vete. Do të vim atje se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka treguar se Alif Lam Mim nuk është një shkronjë. Elifi është shkronjë në vete, Lami është shkronjë në vete, edhe Mimi është shkronjë në vete. To janë tri, edhe e kanë shpërblimin te Allahu Dhul Xhelal. Libra tjerë, Allahu Dhul Xhelal nuk i ka garantuar që do t'i mbron nga devijimi dhe ndryshimet. Mirë po Kur'anin e ka siguru dhe ka vërtetu ku thot inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Thot Allahu Dhul Xhelal për Kur'anin se neve e kemi zbrit me madhnin ton. Allahu Dhul Xhelal e ka zbrit Kur'anin edhe neve jemi garantues që do ta mbrojmë, mbrojtës i tij për atë që mund të ndodhë diçka të hjekët, apo të shtohet, apo të pakohet, jo absolut. A ke pa? Do thot prej kur ka është shpall Kur'ani Kerimi deri në kiamet, pa dyshim se ka me qëndru ashtu qish e ka zbrit Allahu Dhul Xhelal. Nga karakteristikat që e ban Kur'anin të dallohen nga libra tjerë, se Allahu e ka bërë të lehtë për ta mësuat. Më herët potencova se njerëzit e mësojnë përmendsh. Ja pra te populli jon shqiptar, absolut nuk kupton nga Kur'ani. Mund të kupton shumë pak diçka, ama shumicën se kupton edhe e mëson përmendsh. Kjo është mrekulli që Allahu e ka bërë te Kur'ani Kerimi. Merre një libër shqip me 20 faqe, e thonë. A Kur'ani 600 faqe i ka? Atje 600 ma shumë faqe e mëson përmendsh, do thot nuk ka gjuhë e tina. Kjo është karakteristika që Kur'anin e dallon nga libra tjerë. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min mudakkir. Thot Allahu Dhul Xhelal, neve Kur'anin e kemi bërë të lehtë për ta mësuar. A ka për njerëzve që do thot marrin mësime dhe ibret nga kjo që Allahu Dhul Xhelal e ka shpall këtë libër? Është mrekulli. Pa dyshim se me këtë mrekulli nuk mund të vjen dikush tjetër, por po se Allahu Dhul Xhelal
em yakulun iftarah. Kanë thonë Muhammedit alayhi salatu wassalam gjithçka, edhe për Kur'anin i kanë thonë se ai e ka shpik vet, ai e ka folën, tjerët kanë shënu, kanë regjistru atë që e ka folë Muhammedi e kështu me radhë, alayhi salatu wassalam. Mirë po, Allahu thot në të sjellin ata një kaptin, një ajet, një verset nga ajo që pretendojnë edhe që thojnë, mirë po, ai kanë mundësit, absolut se jo. Kur'ani ka shumë karakteristika që atë e ban të dallohet nga libra tjerë. Këto janë disa për të nëve. Atëherë, cilët janë... Edhe Po, falë se neve e dim se Kur'ani Kerimi, Allahu Dhul Gjelal, atë që e thash deri tash, pa dyshim se një ditë ka dëshmon për ata që ju kanë përmbajt udhëzimeve të Kur'anit. Udhëzimeve të Kur'anit, dhe potencum më herët se Kur'ani është i zbritur, qëllimi i zbritjes së Kur'anit është që të veprohet dhe të punohet me udhëzimet e tina. Alhamdulillah.